I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. But we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult way. Përplasja e fundit mes vendeve evropiane dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me Groenlandën nuk është një episod i izoluar diplomatik. Ajo është shprehje e një ndarje strategjike gjithnjë më të thellë mes Evropës dhe SBA-s së udhëhequr nga Donald Trump, veçanërisht në çështjet e sovranitetit, sigurisë dhe rendit ndërkombëtar. Groenlanda është pjesë autonome e mbretërisë së Danimarkës dhe përmes saj territori NATO. Por, për presidentin Trump, Groenlanda shihet si aset strategjik për këto arsye: kontrolli i korridoreve arktike, përballje me Rusinë, akses në minerale kritike dhe rrugë të reja tregtare që hapen nga shkrirja e akullit. Deklaratat e tij për marrjen e kontrollit mbi Groenlandën, madje edhe me forcë, u perceptuan në Evropë si kërcënim i drejt ndaj një aleati. Trump dhe SBA-ja e tij promovojnë unilateralizëm, America First. Në këtë kuadër, Groenlanda u shndrua në simbol të një Evrope që refuzon të trajtohet si satelit strategjik i Washingtonit. Por e kanë gabim, se Evropa u shpëtua gjatë luftës së dytë botërore nga SBA. Edhe në luftën e ftohtë ishte prezenca amerikane në Evropë, se ndryshe, xhizmja ruse kishte shkelur përtej Ukrainës. Edhe sot, SBA e ndalon Putinin të kalojë Kievin. Baza amerikane në Kosovë mbetet bazë kryesore që siguron stabilitetin në Ballkanin Perëndimor, duke e lënë të qetë BE-n, e cila nuk po harxhon shuma të mëdha për Ballkanin. Bile, BE ka vonuar ndër vite integrimin dhe antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, kur Washingtoni zyrtar i përsëriste Brukselit që t'i pranojnë. Në fakt, Evropa mbetet djep i kulturës botërore, por të mos harrojmë se ishte pikërisht kjo Evropë që lejoi coptimin e tokave shqiptare ndër shekuj. Dhe nuk ishin toka siç i ka sot Danimarka, ku danezët kanë prona mijëra kilometra larg. Tokat shqiptare ishin të pandara, por europianët na i morën. E dim se nga 13 qershor, 13 korrik 1878 në Berlin, Gjermani, u coptua territori shqiptar prej fuqive të mëdha europiane, të cilat sot japin leksion presidentit Trump për mos cënim kufish. Traktati i Berlinit nuk i njohu Shqipërisë asnjë të drejtë kombëtare, madje nuk e zinte fare në emrin e saj. Ai nuk e respektoi as tërësinë e saj territoriale. Mali të Zi, përveç trojeve me popullsi të përzier shqiptare e slave, ju dhan përsëri disa vise thjesht shqiptare, krahinat e Plavës, të Gucisë e Rrugovës, edhe Serbisë krahinat e Vranjës, të Trenit e Pirotit, kurse Greqisë ju dhan krahinën e Çamerisë. Edhe në konferencën e ambasadorëve në Londër, mbajtur në 1912, 1913 dhe njohur ndryshe edhe si Konferenca e Paqes në Londër, ishte një takim ndërkombëtar i 6 fuqive të mëdha të asaj kohe: Britania e Madhe, Franca, Gjermania, Austro-Hungaria, Rusia dhe Italia. Si rezultat i presionit nga Greqia dhe Serbia, konferenca mori vendimeve që prekën gjysmën e territorit të Shqipërisë së pavarur, të banuar kryesisht me shqiptar etnik, dhe rreth 30% e shqiptarëve mbetën larg kufive të shtetit shqiptar të sapo krijuar. 40% e popullsisë shqiptare u la jashtë kufive të Principatës së Shqipërisë. Në veçanti, vilajeti i Kosovës i u dha Serbisë, e Çameria Greqisë. Ishte Evropa masakruesja më e madhe e tokave shqiptare. Tani Evropa reagon se po preket Groenlanda, e cila është më amerikane se sa Danimarka. Ku ka fuqi Danimarka apo NATO të mbrojë Groenlandën përballë Rusisë apo Kinës? SBA është garantuesja e botës, pasi ndryshe, lufta e tretë botërore kishte nisur. Editoriali Koha Jon.